me gjithë arsenalin e tyre që do t'jetë jo i lehtë për të përballuar nga ana e Izraelit. Kështu që si rezultat, pavarësisht zhvillimeve të brendshme në Iran, kam bindjen që do të ketë forma dhe metoda të tjera të bërit të luftës, siç është ajo kibernetike së pari dhe ajo pjesë të tjera që do t'i shfrytëzojnë, por nuk do të ketë përplasje të drejt për drejt me cilat do qofshin komponentët ajror, detar apo toksor aq më tepër. Kështu që kam bindjen që gjithçka që lidhet me ndryshimin e sistemit edhe të regjimit në Iran do të varet vetëm e vetëm nga protestat e brendshme dhe nga zhvillimet e brendshme dhe nga mbështetja ndërkombëtare dhe si mund të themi e frontit të rezistencës që tashmë vepron jashtë vendit iranian për të ndikuar drejt për së drejti për të mund të shembur këtë regjim që nga 79-a që ka ardhur në pushtet dhe tashmë nuk është protesta e parë, por kjo në serinë e zhvillimit të protestave që nga 2011, 12, 15, 17, 19, 21 dhe tashmë e 2025 se ka filluar në fundin e dhjetorit, mos gabojmë të vitit kaluar, mendoj se kjo është një nga protestat më të mëdha, ku sipas si mund të themi informacioneve të brendshme dhe të koordinuara dhe të jashtme që nuk janë 100% të sigurta për arsye të mungesës së funksionimit të rrjeteve sociale dhe të internetit, pasi shteti atje edhe regjimi kujdeset në mënyrë të veçantë për të mos patur me botën e jashtme komunikime për të ndikuar drejt për së drejti si tek trupat që ka në gatishmëri, pra forcën armatosur të shtetit islamik i Iranit, ashtu që përbëhet nga 3 struktura, ashtu edhe për ecurinë e protestave që është përhapur pothuajse gati në të gjithë Iranin në më së 195 qytete. Mirë, zoti Prenga, nga ana tjetër Irani, ashtu si e dim tashmë, zotëron uranium të pasuruar në nivele të 60% dhe ndërkaj shumë pranë pragut ushtarak. Dhe pyetja se a mund të themi tashmë se Irani është një shtet bërthamor de facto, edhe pa testuar armë bërthamore? Unë mendoj që ai ka përmbushur, si thon, pjesa e pasurimit të uraniumit mbi 60% që e ka realizuar. Nuk është më për nevoja ekonomike siç ai ka deklaruar, për nevoja ekonomike të shtetit iranian, por ai në çdo kohë, në çdo moment mundet të ketë mbi sasinë e kapaciteteve që ka deklaruar. Parashikohet të bëjë 19 deri në 40 koka bërthamore me mbushjet që ka, pra me uraniumin e pasuruar që ka. Gjithsesi ne e dim që në bombardimet që Amerikani vitin e kaluar realizoi në të gjithë vendndodhjet e pasurimit të uraniumit, nuk ka arritur të siguroj Izraelin në një farë mënyrë që Amerika i ka thënë që tashmë ne e kemi nxjerrë jashtë funksionit, por jam i bindur siç edhe vet ata faktin e din më së miri që nuk ka arritur të shkatroj përfundimisht kapacitetet për të prodhuar dhe për të mundësuar krijimin e një koke bërthamore apo shumë koka bërthamore për t'i patur në përdorim. Gjithsesi, tani për tani, zyrtarisht nuk është e deklaruar, as Irani nuk është i njohur si shtet i 10 se nga 9 që janë që posedojnë mbushje bërthamore, do thosha që nuk e kanë krijuar dhe ata duke marrë në konsiderat të plot sistemin e ajetullave, sistemin islamik, ata e quajnë, si mund të themi, haram në aspektin fetar të mbajtjes dhe të përdorimit të mbushjes bërthamore. Gjithsesi, ata do të punojnë dhe një nga përpjekjet e mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, personalisht të presidentit të saj Donald Trump, është që të mund me deleguarin e posaçëm Witkoff, që ka edhe vazhdon të jetë në kontakte të drejt për drejta dhe të pashkëputur për asnjë moment me ministrin e jashtëm të Shtetit Islamik në Iran, për të mundësuar bisedime dhe për të afruar atë marrëveshje që vete kanë shkatruar e prishur për ta ulur edhe një herë në tavolinë, për të nënshkruar një marrëveshje për të patur inspektorët e Kombeve të Bashkuara në Iran për të parë në vazhdimsi dhe ndjekur në procedurë që çfarë do bëhet me uraniumin e pasuruar në Iran. E qartë, zoti Prenga, nga ana tjetër, rezervat bërthamore iraniane ndodhen në lokacione të fshehta dhe të fortifikuara nën toksore. A ka vërtet Izraeli kapacitetin për t'i neutralizuar këto objekte pa shkaktuar ndoshta edhe luftën rajonale? Asnjë nga vendet nuk ka kapacitetin për të bërë të mundur shkatrimin përfundimtar, pasi vetë Irani në vazhdimsi dhe vit pas viti e ka patur të qartë
se do të vijë momenti që këto rezerva apo këto kapacitet do të mund të goditen ose nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo nga armiku i tyre tradicional dhe i përhershëm Izraeli. Izraeli nuk ka kapacitetet dhe kjo që ja dha arsyeja që këto vendndodhje të pasurimit të uraniumit u goditen vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E vetmi vend në botë që ka kapacitete nevojshme si për sasinë dhe kapacitetin e bombave që do të hidhen, ashtu dhe për mjetet e transportit që janë avionët B-2. Nuk ka asnjë vend tjetër mundësinë dhe kapacitetin për të realizuar gjë të tillë. Gjithsesi, në vendosjen e tyre absolutisht edhe bën që u hodhën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një aksion perfekt të mirë organizuar, nuk kanë realizuar shkatrimin përfundimtar të tyre. Zoti Brenga, mendoni se tashmë diplomacia duket disi e paralizuar edhe nga ana tjetër kemi retorikën ushtarake e cila rritet nga të dyja palët dhe a jemi në kohën ose në fazën ku diplomacia thjesht po blen kohë për një përballje ndoshta të pashmangshme? Unë besoj plotësisht që diplomacia në çdo moment mund dhe duhet të gjejë rrugë të duhura për të ulur palët në bisedime dhe për të masaquar, si mund të themi, lindjen e mesme, por në veçanti palët atje që t'ja dërë përfshirë, në veçanti Izrael, Iran, por kjo val asnjëherë nuk mund të garantoj se sa mund të shkoj, sa mund të zgjas dhe kush mund të përfshihet, duhet të shkoj drejt një zgjidhje të pranueshme dhe më paqësore, pa shku tek ajo finalja përdorimi i forcës ushtarake. Gjithsesi, forca ushtarake është aty, duhet të përgatitet, duhet të jetë mirë organizuar, duhet të jetë nga gatishmëri, por të mos përdorë dhe ajo të jetë fjala e fundit. Unë mendoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i mshojnë fort, edhe vetë Irani tashmë e ka parë të domosdoshme uljen në bisedime dhe gjetjen e rrugëve diplomatike për të trajtuar dhe gjetur rrugën e zgjidhjeve të nevojshme që janë më të paqta se sa ajo e fundit që është lufta që gjithmonë ka shkatrime në të gjitha aspektet dhe pasojat do të jenë katastrofale për palët. Zoti Brenga, ne dim se një rakete vetëm bërthamore do ndryshonte rrënjësisht dhe ekuilibrat global të sigurisë. A ekziston ende ndonjë vije kushte që ndoshta i ndalon palët të kalojnë pragun bërthamor? Unë mendoj se ekziston kjo vijë që nuk duhet kaluar. Unë duke marrë një shembull ndoshta jo shumë të përshtatshëm, mendoj që kur njeriu rrezikohet për t'ju marrë jeta, ai do përdor çdo lloj forme, mënyre, metode për të shpëtuar. Dhe jo më kot thonë që i mbyturi të merr me vete. Dhe në këtë rast, nëse do të arrijë të rrezikohet çdo shtet që e ka mbushjen bërthamore për të zhdukur, atëherë detyrimisht që nuk do të hezitojë për ta vendosur gishtin në butonin e kuq që do të bëj, si mund të themi, në mënyrë dominoje të përdorin të gjitha ata që e kanë. Unë e shoh mbajtjen dhe patjen e posedimin e mbushjeve bërthamore më shumë si një element sigurie për çdo shtet, që të tjerët mos ta kërcënojnë dhe mos ta sulmojnë, se sa një element për ta përdorur. Nuk besoj që bota e ka harruar pasojat katastrofale të luftës dytë botërore, të dy bombave minimale për sa i përket kapaciteteve të hedhur në dy qytete të Japonisë, Hiroshima dhe Nagasaki. Pra, do të themi që edhe pas 80 e sa vjetës vazhdojnë pasojat e tmerrshme të infektimit radioaktiv të vendit nga një nga elementet që ka përgjithsisht mbushjet bërthamore dhe nuk besoj se do të arrijë deri aty sa të kalohet kjo vije kuqe për të përdorur nga kushdo. Element sigurie, shtesë që kundërshtari, cili do qoftë të mendohet mirë, sepse kur të vi në fund aty kur shteti dhe arsenali i tij të përfundojnë dhe kapacitetet të mos e përballojnë sulmin e kundërshtarit, atëherë mund të vinë dhe kjo si fjala e fundit për të përdorur. Kështu që nëse përdoret, asnjëri nuk mund ta garantojë cilat do të jenë pasojat dhe çfarë do të bëjnë kundërshtarët. Kështu që unë e quaj si element më shumë garancie dhe sigurie që çdo vend ata që e kanë, dhe të tjerë që po përpiqen dhe kam bindje që shumë shpejt edhe vendet të tjera duke në kundërshtim me konventat që janë nënshkruar për mos përhapjen e dëmtimit pas përhapjen e këtyre lloj armëve, jam i bindur që do ta shkelin dhe do ta prodhojnë tashmë kur rreziku i sigurisë dhe mbrojtjes së strukturave e organizmave ndërkombëtare, por mbi gjitha të vendeve të marra veçmas, do të përpiqen që të arrisin koeficientin e sigurisë së tyre dhe një nga të cilat është patja dhe posedimi
i kokave me mbushe bërthamore. E qartë, të preng nga ana tjetër, SBA dhe fuqitë perëndimore ndodhen ndoshta me zëtërimet për të mbrojtur Izraelin, por edhe frikës nga ndonjë përshkallëzim global. A e shihni sot Washingtonin më shumë si faktor frenues apo ndoshta edhe nxitës të konfliktit? Unë do doja ta vlerësoja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të interesuar si çdo vend tjetër për mbajtjen e rreziqeve sa më larg vendit të tyre. Natyrisht ata mendojnë, dhe si çdo vend tjetër mendon dhe për aspektin ekonomik, se nëse flasim për Iranin, ajo çfarë i ka ngritur njerëzit në protesta të njëpasnjëshme është ajo që prek qytetarin në nerv. Pra, është aspekti ekonomik, rënja ekonomike në mënyrë drastike. Atëherë detyrimisht që finala do të jetë që njerëzit të ngrihen, do të protestojnë, do të kërkojnë aspektin dhe jetësor të tyre dhe përmirësimin e këtij aspekti. Në këto kushte edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të interesuara për të krijuar atë vijën e sigurisë për vendin e tyre, por njëkohësisht edhe për të arritur rezultate për sa i përket përfitimeve ekonomike. Nuk bëhet fjalë për një udhëheqës, as për një qeveri, por bëhet fjalë për ndikimin drejt për së drejti në rritjen apo rënien ekonomike të një vendi, që pas saj vinë pasojat pozitive ose negative. Jam i bindur që rajoni, pas prerjes së krahëve të Iranit, që kanë qenë organizata terroriste, si ajo Houthi, Hezbollahut dhe Hamasi, që tashmë me mbështetjen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe me veprimin konkret të Izraelit, po të thush se kanë pushuar së ekzisturi. Ai ka qenë një investim kolosal i Iranit dhe ka qenë krahu apo dora e shtrirë e Iranit për të vepruar në lindjen e mesme. Këto tashmë kanë pushuar gati, po themi, së ekzistuari dhe gati janë drejt shkërmoqjes së tyre të plot, dhe kjo është një paralajmërim i Iranit dhe prerja e një force të fuqishme për të ndikuar, pasi ka qenë investimi drejt për drejt i ngritjes dhe i mbështetjes nga Irani, Shteti Islamik Iranian, dhe tashmë ata janë të interesuar dhe kërkojnë her pas here të ulen në bisedime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E unë nuk besoj që do të ketë një veprim, si mu themi, të gjerë të sulmeve dhe të ndikimeve në aspektin ushtarak të mirëfill. E qartë. Zotë Prenga, pyetja e fundit për ta mbyllur, nga ana tjetër, si e keni parë të gjitha kërcënimet e presidentit të SBA-s Donald Trump sa i përket Groenlandës? Unë do t'i quja jo shumë kërcënim, por realizim të planeve të kahershme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas luftës së dytë botërore, ky ishull me sipërfaqe sa 3 herë Gjermania dhe me popullsi prej 56.000 vetash, do thosha që ka qenë që në 1952 në planet amerikane për ta blerë. Dhe presidenti atëhershëm i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, Truman mos gabojm, i ka afruar një shumë për ta blerë. Po ta shohësh në aspektin gjeostrategjik, është vërtet i lidhur më shumë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe, si mu themi, me Amerikën e Veriut, ku hyn edhe Kanadaja, dhe po të shohim nga Arktiku pjesën e hartës që Alaska është blerë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kanadaja, që është Amerika e Veriut në një farë mënyrë, është pro-Amerikës. Dhe vetë Amerika e përmbyllet në mënyrë, si mu themi, një gjysmëharku të plot për të vendosur vijën ndarëse mes perëndimit dhe lindjes. Ai është një ishull që përveç aspektit gjeostrategjik të sigurisë së Shtetit të Bashkuara të Amerikës, lidhet edhe me nën tokën e tyre, që mineralet e rralla venditet vendi i 4 në shkallë botërore për mbajtjen e mineraleve të rralla, që janë shumë të kërkuara si nga Kina, nga Rusia dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që ai aktualisht është i pavarur dhe i veçqeverisur, por është në umbrellën e mbretërisë së Danimarkës. Po të mendojmë në aspektin gjeostrategjik, ai është mbi 3000 kilometra distancë nga Danimarka dhe është shumë afër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Detyrimisht që ata do të luftojnë, jo me luftë, jam i bindur, ka forma, metoda, skenar të tjerë të plot, që askush nuk mund të thotë që pse NATO brenda për brenda vetes po luftojnë njëri tjetrin. Sepse mund të organizohet një referendum me ndikimin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës drejt për së drejti, dhe nëse referendumi vendos që ata të bashkohen me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë
askush në aspektin juridik e ligjor, por dhe ata ushtarak nuk mund të thotë se u përdor brenda NATO-s forca ushtarake për të aneksuar një pjesë të një shtetja që është pjesë e NATO-s dhe pse nuk funksionon artikulli 5 i saj mbrojtja kolektive dhe NATO e mund shkojë drejt shpërbërjes. Kjo ha diskutim gjithsesi, por nëse do të gjenden skenaret e dur për të realizuar këtë aneksim, unë mendoj se nuk përbën në një problem kaq shqetësues. Askush nuk u shqetësua, po ta marrim në aspektin e trajtimit si geopolitik, ashtu edhe geostrategjik. Kur Quebecu, një zonë frankofone, ju dhahet drejt e kërkoi dhe ju dhahet drejt